nderuar klerikë, i nderuari Hesi Mëshidi jonë babajri tonë, të nderuar Myhibë, besimtar dhe dashamirës Bektashan. Mirë se na erdhë këtu në të qenë e bukur të Baba Recepit. Sot po e përkujtojmë ditën e Ashrit. Kjo është një nga ceremonitë më të vlefshme në bektashizëm. Këto ditë të henës të Muharremit i përkujtojmë vuajtjet dhe myzyrat e Imam Husenit dhe familjes të tij në Kerbela. Shkojti në fushën e Kerbelas që e luftovi Jezitin. Aty a hyra dëshmor, kudoherë qofti mallkuar kombi ma vjes përsëri për të gjithë tragjeditë që kanë bërë kundra familjes së Profetit. Më bën kënaqësi ta shikoj të qenë në plot. Mashallah të gjithë juve që jeni, ju lutem, suportojeni të qenë, faleminderit të gjithëve, edhe uroj çdo të mira. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kryetari i komisionit, antar, myhiban të ftuar, nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në diasporë, miqtë dhe dashamirës të qeson, mirë se keni ardhur në të qenë e Baba Recepit, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Të mbledhur sot këtu në këtë të qe, në përkujtim të ditës së Ashures, tashmë një traditë e kësaj të qeje për më shumë se 72 vite, që ditën e parë kur Baba Recepi ka hapur këtë të qe, është hapur me përkujtimin e ditës së Ashures të luftës që ka ndodhur në Kerbela. Nderuar vëllezër dhe motra, kjo ditë nuk është thjesht një kujtim historik, por një thirrje e përhershme për drejtësi, sakrificë, besnikëri dhe dashuri ndaj së vërtetës. Ashuria lidhet shumë ngjarje të rëndësishme në historinë profetike, po për ne ajo merr kuptim të veçantë përmes kujtimit të martirizimit të Imam Husenit në Kerbela. Imam Huseni, nipi profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, zgjodhi të mos nështrohej përballë padrejtësisë dhe tiranisë. Ai sakrifikoi jetën e tij, familjen dhe shokët e tij për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe vlerat hyjnore. Nderuar të pranishëm, mesazhi i Kerbelas nuk i përket vetëm një kohe apo një populli. Ai është një mesazh universal që na mëson se vërteta duhet mbrojtur dhe kur sakrifica është e madhe, se drejtësia duhet kërkuar dhe kur rruga është e vështirë, dhe se dashuria për Zotin duhet të jetë mbi çdo interes tjetër. Për ne, besimtarët bektashian shqiptar në diasporë, kjo ditë ka dhe një kuptim të veçantë. Ne jetojmë larg trojeve tona, por nuk duhet jetojmë larg rrënjëve tona shpirtërore. Institucionet tona fetare janë ura që lidhin brezat me traditën, kulturën dhe vlerat tona kombëtare e shpirtërore. Prandaj është detyrë e secilit prej nesh të qëndrojë pranë qendrave tona fetare dhe kulturore, të mbështes ato dhe të përcjell mesazhin e tyre tek familjarët, fëmijët, miqt dhe bashkëpunëtorët. Vetëm në këtë mënyrë mund të ruajmë identitetin tonë të lëmë brezave të ardhshëm në trashëgimi të shëndosh, morale dhe shpirtërore. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, ne kemi nevojë më shumë se kurrë për dialog, respekt, të ndërsjellë dhe bashkëjetesë. Prandaj dhe sot neve kemi dhe përfaqësues të komunitetet tjera fetare, një simbolik e bashkëpunimit shumë vjeçar këtu në diasporë, ashtu siç të parët tanë e kanë lënë, dhe ne mundohemi ta vazhdojmë në mënyrë dinjitoze.
Kjo është dhe fryma e bektashizmit, respekti për njeriun, dashuria për Zotin dhe shërbimi ndaj shoqërisë. Nderuar vëllezër dhe motra të pranishëm dhe ju që na ndiqni nëpërmjet mjetëve, në këtë rast dua të shpreh mirënjohje të thellë për gjithë besimtarët që ishin këtu të pranishëm dije për përgatitjen e Ashurës. Zoti ja shpëleft me të mira, si dhe gjatë mëngjesit për të gjithë ata besimtarë që morën pjesë në përgatitjen dhe paketimin e Ashurës, të cilën pas pak ne do ta kemi në sofrën tonë. Një falënderim i veçantë shkon për bordin e Teqes, për punën e tyre që bëjnë të palodhur. Është një punë vullnetare dhe dedikim që ata tregojnë. Të gjithë ata vëllezër dhe motra besimtarë që duan të bëjnë pjesë e bordit të Teqes, ju lutem kontaktoni kur çdo që do të shërbejë dhe të jap punë vullnetare. Dyert e Teqes janë të hapura dhe gjithë jeni të mirëpritur që të mund të jepni dhe ju kontributin tuaj për përparimin e këtij komuniteti, forcimin dhe zhvillimin e tij. Gjithashtu, falënderim duhet të jap bordit të Teqes për sponsorizimin e kësaj darke. Zoti ju shpëleft me të mira, i bekoft ata në familjet e tyre dhe gjithë juve që jeni sot tu, që suportoni Teqen e Baba Rexhepit. Falëndimës tuaj dhe ndihmës së sponsorëve, ne vazhdojmë të mbajmë gjallë vlerat e kësaj vatre të shenjtë. Të nderuar vëllezër dhe motra, le të lutemi që sakrifica e Imam Husenit të mbetet gjithmonë frymëzim për ne, që zemrat tona të mbushen me dashuri, familjet tona me begati dhe komunitetin ton me unitet dhe harmoni. I lutemi të madhe Zot të bekoj sofrat tona, të bekoj familjet tona, të bekoj këtë ushqim përkujtimor dhe të ambërsoj dhe të jap gjithë pranishve jetë gjatë, fatbarësi dhe lumturi. Zoti e bekoft komunitetin ton, Zoti e bekoft shqiptarët kudo që janë anëkën botës, Zoti e bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zoti e bekoft dhe përparoft vendin ton dhe ruajt nga çdo e keqe dhe çdo rrezik që i kanoset haptazi apo fshehurazi. Profeti na ka mësuar se neve arma më e fortë e çdo besimtari është lutja. Le të lutemi sot për familjet tona, për komunitetin ton dhe për atë ton. Zoti ju bekoft juve, familjet tuaja, faleminderit që jeni këtu. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdimi takojnë Padrit Zot. Bekimi, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi dërguarin e tij Muhamedit, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe gjithë ata që shkojnë rrugës tyre dhe mbi gjithë ju që keni ardhur sot për të përkujtuar nipin e profetit alayhis salam, Imam Huseinin dhe sakrificën e tij. Nderuar bashkëdhetar, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Sot këtu jemi mbledhur për të kujtuar ditën e Ashurës apo sakrificën e Imam Huseinit, nipit të profetit alayhis salam, i cili bashkë me Imam Hasanin ishin shumë të dashur për profetin alayhis salam dhe i kishte thujt se këta do të jenë djemt apo të rit e xhenetit. Dhe sakrifica e Imam Huseinit na mëson se e vërteta do të vehet para provës. E vërteta nuk do ju pëlqen të gjithëve, po për ta mbrojtur drejtësinë duhet edhe të sakrifikohet dhe shembulli i cili na frymëzon është shembulli i Imam Huseinit, i cili nuk u përul para tiranit, por e kundërshtoi atë edhe pse ai i kushtoi me jetën e tij. Ne lutemi që i Madhi Zot t'i shpërblej gjithë ata që e kujtojnë Imam Huseinin jo vetëm me fjalë, po edhe me vepra, duke ndjekë denjërisht apo në mënyrë të denjë rrugën e profetit alayhis salam, i cili në një rast
kur profeti a.s. ishte duke u falur duke i pri xhamatit në xhamin e tij, vije Imam Husejni, përderisa profeti a.s. ishte në sejdë. Profeti a.s. vonohet rrin gjatë në sejdë. Sejdë është kur jemi duke u falur me kokën në tokë. Dhe xhamati mendoi mos ka ndru jetë profeti a.s. Çfarë ka ndodhur? Kur ngritet ma vonë e pyesim pse u zgjate aq shumë në sejdë, tam kishte ardhur një pimë dhe kishte hyp në shpinën time, nuk dojsha mi aprish qetësinë dhe qëndrova derisa ai u largu. Pra kaq fort e donte profeti a.s. apo i donte nipat e tij. Dhe ai që guxon të vedor mbi ata, domethënë ai është njeri kundërshtari i profetit a.s., kundërshtari i familjes profetit a.s., dhe ai që e përkrah apo e kujton apo e pason Imam Husejnin, Imam Hasanin, profetin a.s., ai është prej atyre që i Madhi Zot ka premtuar se do të jenë të udhëzuar në këtë botë, në botën tjetër. E lutim të Madhin Zot që të jemi të inspiruar nga ngjarja e Imam Husejnit, që të jemi të fortë gjithmonë kur e drejta mohohet dhe t'i dalim përballë edhe atyre që na duken se janë të fuqishëm, por që bëjnë padrejtësi. Ne sot jemi dëshmitar që ndaj popullit ton janë bërë dhe bëhen shumë padrejtësi. E lutim Madhin Zot që drejta të triumfoj dhe ata që i bëjnë padrejt shqiptarëve kudo që janë, të dështojnë ata dhe klanet e tyre. Urim edhe njerë kjo festë, inshallah takon gjithmonë për gëzim. Dashur besimtar, të qes, përfaqësues besimeve fetare dhe të ftuar të tjerë të nderit. Mirë se keni ardhur të qenë Baba Rexhepit. Qoftë e bekuar dita e Ashurës për secilin prej jush dhe familjet tuaja. E kujtojmë këtë ditë shenjë çdo vit si një shenjë mirënjohje për kushtimi ndaj Imam Husejnit dhe sakrificës së tij të lartë dhe betejës së Kerbelas. Një nga momentet më të dhimbshme dhe njëkohësisht më frymëzuese në historinë e besimit tonë. Kerbelaja na mëson se drejtësia e vërteta dhe dinjiteti njerëzor qëndrojnë me çdo interes ndërkohësh. Siç ka shkruar dhe poeti ynë i madh Naim Frashi, Kerbelaja s'është histori, por është mësim për jetë. Se për të drejtën duhet të qëndrosh gjithmonë i fortë e i drejtë. Ky mesazh i pavdekshëm na fton që të mos e shohim Ashurën thjesht si një kujtim të kaluarës, por si një udhërrëfyes për jetën tonë të përditshme. Gjithashtu, Baba Rexhepi, themeluesi i kësaj taqie të nderuar, na ka lënë si amanet që Ashura të jetë një ditë reflektimi, bashkimi dhe përkushtimi ndaj vlerave njerëzore dhe shpirtërore. Ai e shihte këtë ditë si një moment ku komuniteti shqiptar forcohet në besim, në dashuri, solidaritet me njëri tjetrin, një traditë që është ruajtur me përkushtim ndër vite. Që nga themelimi i kësaj taqie, 1954, taqia e Baba Rexhepit ka qenë një vatër e rëndësishme shpirtërore, kulturore, kombëtare për komunitetin tonë shqiptar. Ajo ka shërbyer si një urë lidhëse mes brezave, duke ruajtur traditat tona dhe duke përcjellë ato me dinjitet në diasporë dhe mbar botën. Kjo taqie ka qenë gjithmonë një vend i hapur për të gjithë, një shtëpi e përbashkët, ku mbizotron paqja, respekti dhe mirëkuptimi. Bektarizmi ka një qendër të vetë vëllazërimin. Kjo është një nga shtyllat më të rëndësishme të besimit tonë dhe një vlerë që duhet na udhëheq në jetën tonë përditshme, në familjen, në komunitetin shqiptar me shigan dhe me gjerë. Në një botë që shpesh përballet me ndarje për çarje, ne kemi detyrimin tonë të jemi shembull i unitetit, tolerancës dhe dashurisë për njëri tjetrin. Në përfundim, dëshiroj të shpreh minjojën time të thellë për bordin e taqes, për organizimin, sponsorizimin e kësaj dake. Zoti është shpërbleft me të mira. Falenderoj gjithashtu të gjithë ata që vazhdojnë të mbështesin taqen, financiarisht, fizikisht, shpirtërisht. Pa përkushtimin tuaj, kjo vatër e shenjtë nuk do të mund të vazhdonte misionin e saj fisnik. Prandaj ju lutem vazhdojeni këtë mision të shenjtë, transmetoni tek brezat e rinj, sepse kështu do ta bëjmë të komunitet fort. Qoftë kjo ditë e bekuar për gjithë ju,
Lutemi që Zoti të bëjë më të mirën për popullin shqiptar dhe për Shqipërinë. Zoti bekoftë Amerikën, shtëpinë tonë të dytë. Ju faleminderit dhe qofshin bekuar.